Përshëndetje të dashur shikues të Ora Verore në Radio Televizioni Ora, gjithashtu dhe mos të harrojmë në Radio Televizionin Ora News në 23:00 të mbrëmjes. Përshëndetje Roni. Përshëndetje Feri, në fakt më kritikon çdo ditë një miku jo, një mikesha jone përbashkët që të mos them Feri, po të them Feri, kështu që e kam detyrë shtëpie që të them Feri. Ju përshëndesim nga Gjirokastra, e cili është destinacioni jonë i radhës, por dhe destinacioni juaj i radhës që na ka hapur dyert në fakt, por do t'ju tregojmë hap pas hapi, ditë pas dite, lokacionet më interesante në Gjirokastër, apo dhe histori të ndryshme. Por fillimisht le të falenderojmë Hotel Kodrën, e cila na ka mirëpritur dhe ka një shërbim fantastik. Duhet të them Fedi që unë kam për herë të parë në Gjirokastër dhe jam dashuruar me ushqimin e kësaj zone, veçanërisht me gjërat e mira që bën Hotel Kodra. Hotel Kodra pa diskutim të ofron shërbimin më të mirë, cilësinë, ato gatimet bio tradicionale të vendit, por pa diskutim dhe akomodimin në dhomë, reatimin që ti gjen atje është një miks mes modernës dhe të vjetrës. Ajo që duhet të jetë pikërisht në lagjen e vjetër, në pazarin e vjetër këtu në Gjirokastër, vetëm tek Hotel Kodra e gjeni. Po pasi ushqimit të mirë duhet gjithmonë një frut i mirë, si për shembull banania, ose më saktë banaera, e cila i shërben shqiptarëve prej 26 vitesh në treg, me një mbulim feride prej 80% në territorin shqiptar. Ato e gjen lehtësisht dhe kryesisht në markete, në supermarkete apo në tregun e frutave e perimeve, e certifikuar nga Global Gleb, kështu që kjo vlen dhe është shumë interesante dhe faleminderit Banaera dhe një herë, faleminderit çdo ditë që jemi ne. Pa diskutim, Banaera, shija e mirë në çdo familje shqiptare. Ndërkohë, vijojmë të sjellim materialet më të mira për të gjithë shikuesit e Ora Verore. Këtë radhë Roni ti vjen me një material apo jo? Me një histori dashurie, Feride. Pikërisht këtu në Gjirokastër. Si rrallë herë, si kur më parë, një histori dashurie, e cila të rënqeth mishin. Të rënqeth mishin sepse nuk është tek dy të rinj, por është tek dy të moshuar, të cilët jeta i ka detyruar të shkojnë në shtëpinë të moshuarve në Gjirokastër dhe aty kanë gjetur njëri tjetrin dhe Feride, zonja, ka bërë një sakrificë shumë të madhe për të rikthyer sërish tek personi i saj i zemrës. Jemi me zonjën Merieme dhe zotin Qamil, të cilët rrëfin historinë e tyre rrënqese, por hera herës me shumë humor brenda. Le të mësojmë se ç'është dashuria, e ku më mirë se sa tek këta dy të moshuar në azilin e pleqjve këtu në Gjirokastër. I hapim dhe rrugën njerëzve që duan të kalojnë me motor dhe rikthehemi pas pak në program. Ju a kemi thënë shpesh që këtë sezon Ora Verore do t'jetë kudo, jo vetëm në gjëra që të gjithë i njohin dhe shpesh janë përsëritur. Për shembull, Ora Verore sot do të merret pak me dashurinë e vërtet në shtëpinë të moshuarve në qytetin e bukur të Gjirokastrës. Dy të moshuar kanë vite që kanë njohur njëri tjetrin në këtë shtëpi që mirëpret të moshuarit dhe kalojnë ditët e tyre bashkë, vazhdojnë dashurinë e tyre. Ne do të njihemi më tepër me zotin Qamil, i cili përveç dashurisë ka dhe shumë detaje të tjera interesante nga jeta për të treguar, dhe me zonjën Merieme, por që atë ndryshe thrasin si noçe. Kështu që më një herë po shkoj pranë tyre, janë duke më pritur. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit. Tani, fillimisht kemi një dhuratë për zonjën, kemi disa lule. O, ti të faleminderit. Dhe ke edhe një buskuq këtu, se më thanë që të pëlqen shumë tualeti. Më pëlqen. Më pëlqen, mere. Faleminderit. Faleminderit. Si jeni? Tashi, fillon. Mirë, kështu si qemi. Si kaloni këtu në këtë shtëpi të moshuarish? Ashtu si që janë konitat, vegjisë tjerë. Konditat janë shumë të mira. Mirë. Në shpinë e fëmijëve jemi të kënaqur, boll, na shërbejnë, na bëjnë. Kemi kushte. Punëzi me sen jemi rahat. Je të gjitha janë shumë mirë. Kudo që t'jesh. Po më e bukur nga të gjitha, në këtë mes është historia dashurisë për ju të dy. Më tregoni pak si u bët bashkë në këtë vend, si u njohët me njëri tjetrin.
A shqyqyrë zot, po ti tani ke herë në dashuri. Ke hak tani ti. Për hinin tani. Unë kur jam marrë me këtë kam pas dhe 3 gratë tjera. Me këtë na ka bashkore keqja se kisaj i dike mua më dike me më shkreter këtu. Këtu jemi pajtuar. Me një jolca që ka një kishe hajraj, këtare, drejtore kësu. Dhe na bashkoje keqja, nuk kemi bashkuar për të bukura. Kjo fëmëru mashkull në dhanë një dhomë, jemi deri sot. Shkojë mirë me u shoqë këtë. Zonjë Merieme, se gratë gjithmonë flasim më bukur për dashurinë, burrat i japin perceptive të ndryshme, po si ishin ato shkëndijat e para me zotrinë? Mbasi më vdiq buri, kam qenë në Shkodër, në Veri. Edhe ardha në familje, aty s'pasta kënaqësi në familje dhe kam ardhur këto në azile. Këtu në azile pastaj, drejtoresha më përndzatoi me Shamil Mon. Gjëta që ka një ka. Po, edhe jetu, nuk kemi në një kontratit bashkë, kalojmë shumë mirë, po bëjmë 19 vjetë. 19 vite? 19 vjetë. Vite moshuesh bashkë? Bashkë. S'kemi në një kontratit bashkë, kalojmë shumë mirë, se e pash një njeri shumë të kulturuar, të zhvilluar, të unë këta doa me shkollë në kulturë, të unë kam 20 vjetë në Veri. Edhe po qëndrojmë me të, nuk kemi asë një farë këndështimi. Nuk keni debate? Jo, aqë mirë jemi sa s'ka më. Sikur dhe në rinit ishim dashuruar, këshur nuk do kishim të... Jo. Edhe do të them që neve jemi shumë të qepë, shumë ratë. Ku do që t'jesh vdekje ka. Po jemi shumë mirë, me personelet, me këto jemi shumë mirë. Shamil, zonjën duke se kur e keni shumë të mbajtur. Do më thënë, i pëlqen make-upi, i pëlqen lullet, i pëlqen jeta, i pëlqen dashuria. Do thënë kjo ndo sepse të është përkushtuar ty tani? Pse? Dashuria. Kjo dashuri është qunjallë dhe dekurit. Se dashuria s'ka bisht. U të thash që e kisha të tretën dhe me ato tjeret, e fëmij. Po, e keqja na ka bërë dhe si motre vlla dhe si burre grua. Ti themi tamam me si që janë. Vetëm për histori flis ka ky. Për historinë? Historia ime është e gjatë. Jo. Zotëria vetëm për histori flis ka. Për histori. Jo për dashuri, nuk flet për... Na fol ti pak për dashurinë se ti motivojmë pak këto të rinj se këto thonë nuk kam më dashuri. Dashuria na mban të gjalla bujë. Mos kesh dashuri, ke vdekur kur duhet. Çfarë është dashuria për ty? Si të them unë, të tërheq një diçka nga dashuria, o nga bukuria. Është e ëndër, është gënjeshtër, është e pabezë jeta. Edhe përfundim një jeta.
Është bërë apo është detyruar të bëjë? Jeshëm se s'ka ka të verë Jemi tani. qika të baban tënë se ti je me djalin tim atë policin. Ti je për tu në djep. Bjem atë babajnë tënë, të la thosem ka ose gjishin tënë. Partizan. Edhe partizan. Partizan. Ka vrarë Gjerman, në vend të vrinte Gjerman, ka vrarë. Miro, ato i kanë fituar kur që koha. Jam Partizan luftë. veteran të lufte, kam bërë një vit marxizm-leninizmin, kam qenë sekretari pari Komitetit të Renit Sarënës, ato s'miheni do të ju të di. Ato i kam mbithur, i kam shkuar vetë. Po me ka momente që ju të dy ziheni gjatë ditës? Si? Ziheni ndonjëherë me njëri tjetrin? Nuk A grindeni, a grindeni? Kuptim po atë. Bon sikur s'dëgjon ti, ë? A grindeni me njëri tjetrin? Kam qenë. Grini me shoqë më qanë të shaj. Më vjen turp në ty më. Nuk grindeni, ë? Më vjen turp të më daj. Jo. Jemi po prap duhemi se na vjen keq me shoqë. Ku do vemi më mirë? As kjo asu. Ndani që do vetë. Po s'kemi ku vemi më mirë. Po që të kemi marrë një buskuq, flak të kuq. Uroj të pëlqej. A që duam? A, ngjyra e dashurisë pra? Ti të rujtë zoti. Ase do e hapim çik erdhën në Gjirokastë. Mbas ardha në Gjirokastë, në fillim ardha në Gjirokastë. Mbas 5 vjet, pastaj nuk më puq bje kështu, të si që
Që mirë burrin, të marrësh mirë shoqërinë, të dalë që të hish me shok, të këndoq, të hidhe gjëvalle, të qaq kurdesën. I kërkon jeta të gjitha këto, kur je i ri. Tashtinaj, që i kemi hequr, qa që i kemi hequr. Se na kanë dekur kaq, se unë që jam këtu sot me tia, kanë varros në Fushëbar 200 burra vërshik me mua. Dhe babane e këtij drejtorit. I kanë varrosur. Ishte pa besueshme thot tjetëri. U i thom me emër. U kam një gjë që i them të tëra për mënësh. Në lagjen time për shembull, di që jetë Golemi, e di të Fitalo Golemi, e di Bilush Golemi, e di Teber Golemi, e di Shpëtim Golemi, e di Sharash Golemi, e di Shderish Golemi, e di Fezo Golemi, e di Fero Golemi, e di në radhë. Pastaj në gjitha lagjet i krej janë 200 veta që i kanë varrosur u. Që u jam sot në moshën 96 vjeç. Tani, një pyetje kam unë përpara se ta mbyllim, t'ju lëm dhe të qetë, ju të konsumoni drekën, të shkoni të dhoma të shijoni dashurinë tuaj. Më the që je autor i 10 librave. Po. Ke menduar ti të dedikosh një libër Noçes? Librat e mia flasin për të tëra sektorët. Po për Noçën veçanërisht. Me Noçen kemi thënë këto që kemi. U bashkuam një herë, iku mori natat e në Tiranë, erdhi prapë jemi të bashkuar dhe sot. Ço të them me Noçen? Libër, mos më shmang pyetjes. Libër s'kam bërë për Noçen. Pa do bësh? Se e kam profezu. Aha. Jemi dhe në Labriana. I bëjnë ashtu grazu. E kemi dhe ato tonat na. Pranaj ti nuk marron do me mua sot këtu. Jo, do merrem prapë me ty. Ti ndaç merrem në Tiranë, ndaç hajde këtu, u kam bosh ti t'i jap. U vetëm një vajtim të bëj që bëhen gratë labe, ti i kënë mënja. Kur e qaum vëllan, e Drisullin e qau e mota martuar në Palavli, i tha, në gjë, se flitë hoxha heraj për ne me muslimanët, në gjami fali salaja, korba vëlla, e qiqja vëlla, ta të gjojgjë thë dunjaja, e korba vëlla, e qiqja vëlla, qatërat e kasabaja, dike të gjuba hataja, dike i Drisulli, dike korba vëlla, sarove kënove qiqe, si ata deshte me bipe, këto ani kunanlise, i pajtove e hujdise, e korba vëlla, e qiqja vëlla, ja hujdise njëherë, të vesh me shetat të qenë, me ata trimale ven, që në filat e këtej, lunë lorë se Begdet, e korba vëlla, në delvile një janin, të mlesë u sheverin, ata këtë dojnë tin, e korba vëlla, e qiqja vëlla, ti super po që për vete korba vëlla, po për gjithë vila jetët korba vëlla, po ti jeshe me tarafë korba vëlla, që në filat, që në vlore në filat, korba vëlla që kjo, u ti japë të tëra më dorë, je i zoti merë me shfirtëzom se ti shpje në varë pa më për shpuna vi kam bërë. Kam libën e Disullte, kam libën e tërë me radhë, kam 10 libra autor, edhe të gjitha ta kur bëjmë ato, kur bëjmë provonimin e librave, ti dikosh të tëra. Ka vinë në Tirana marrën ato. U si kam probleme, çdo gjë që bëhet. Do të them këngë dashuria 20 tani, në sekond. Tani, me që jemi në emision veror, të gjitha këto që të janë shumë të bukura, shumë emocionuese, i japin identitet Shqipërisë, se ky emision Shqipërinë ka në fokus, njerëzit e vërtet, historitë e vërteta, mbylle me një poezi dashurie, me një se ke emocione nga Noçja, dimne, po lëri këto. Tre kam për dashurinë, 13 janë. Unë ju falenderoj. Mos e laj kokën në kurrë, drydho më berka drudë, të njihet që je babur. Mos e laj kokën në fare, drydho berka kanakare, të njihet që je beqare. Tatë për pjetë berkut kur vije, jele kverna veshur, me lëtë të shpërveshur. Tha që se veje të kunë, dolla të ke qeshur, ti veje ku kishe punë, me që zëmërua. Djale po të me të qefi, këthene me të shkuar. U kam mira, po s'kam ku digjoj tani, po nërë s*** nënën. I ke mira komplet. E, moj qupë që nga bërë. Ata ma qo.
Tani, unë ju falenderoj shumë të dyve që pranuat sot për ora verore dhe për ora news të ndanit pak realitet shqiptar, se kjo është Shqipëria vërtet, Shqipëria pa filtra, që edhe në shtëpi të moshuarish njerëzit dashurohen dhe gjejnë qetësi gjejnë. Luftarake ku na dolli Greko në Sarën. Po nuk baroka ky noçe. I thot kështu. Në korthusën kushullat, shkruan e dërgon një kartë, ku shështë djallën në këmë, të në jetë zërëvën, se të Greko në Sarën. Që të këlloj që në radhin, lume lorë të do vi, kaptuari shumasin, dhe në visë më barin, ranë pelgun mi delvin, mi sulo karapodin, sulo karapodin ti more, u se të gjerë mati, të rjenë fuqia, ose në kusin a fushbara, që a fe demo në filet, demo lego du në ratit. I kam janë të lustët, po jo, s'ke gjë, që i zotit i marë si le ikën. La mandjen Gjamili, la mandjen. Po zotëri i kam të tëra fit. E të kuptoj, po do më një moment tjetër me këtë. Tani do e mbyllim dhe një herë. Në koqeri dhe vërë malë, ku shë një hito fushbarë, në kja shë rjetë më zorkave, vëri topin e kalanë, luftoj sula i gjallë. Bide pak. Po ka hit? Hito kongo si me kodë, më du fekë ruanë senore, sa tjep sa burra srisë, me asere të uqisë, gjure në pradove nësë, unë s'klake gure ishë. Po i pari, sa t'i këme musbari aptari, forra bëri, jetë gani. Të vari pomit. Zdoni, ju i familje, ikeni. Noçe, të falenderoj shumë për gjithë të rrëfim. Kokë të vlezër të kam tamam si djemë të mi, si vlez të mi. Falemderit që na begenisni, na afroj, na vini. Ku kam qenë e bukur, po na bukur jem, mori. Ju falenderoj edhe një herë, të keni jetë gjatë, shëndet dhe gjithmonë pranë njëri tjetrit. Të rujtë zot, inshallah. Falemderit shumë që na begenisit, na ardhi, kush na vine, mi njerës që bandin, s'ka kush na vjen. Jo, ju një njerëz florit dhe njerëz shumë të bukur, dhe për mbyllje, me që ora verore ka qenë në shumë vende, ka promovuar shumë kala, shumë liçene, shumë institucione. Është hera parë që unë shkel në një institucion që më i pret të moshuar, që është për të vlerësuar fakti, që ka zonja, ka gra të përkushtuar dhe që ndajet e në tyre me këto të moshuar, sepse nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë kur nuk janë fëmijët pranë dhe jo tjetë dikush tjetër. Kështu që vlerësim për shtëpinë e të moshuarve në Gjirokastër. Faleminderit edhe një herë.